kur vike ai në zyre, mas pari vike dahi ti, obden, se më thonë aura e ti vike një 2 minuta me herë, tani ordaj. Shumë thashe, ka pranu me fut vetën burg, për mos me fut Kosovën burg. E këtë sakrificë të ti, e kuptojnë vetëm njerëz që rezonojnë për i perspektivës të tërimërisë. E kanë shumë problem tuxat edhe firgacakt me kuptu. Diçka që kanë bën mend që atë kujtohet gjithmonë ashta kur shkon në ndërmend thotë diçka që një punë që e keni bë, dikon që e keni ku, një bisedë që e keni zhvillu, qoftë edhe ashtu shoqërore që e keni bë me njëri tjetrin. Po ka shumë situata, domethënë tash ka shumë përftyrime për presidentin thashë, domethënë dikush mendon që është shumë serioz, dikush mendon që është shumë i ashpër, dikush mendon po vetë brenda Drenica kena pak qiren ma të rond. Se ja u kanë lënë do galgjinit, po na e kena. Presidenti e ka një farë, unë ka njerë thëmë, dyqysh, kur vike ai në zyre, mas pari vike dahi ti, obden, se më thonë aura e ti vike një 2 minuta me herë, tani ordaj. Këm pas plët situata, obden, po me punu me ta u kanë jashtëzakonisht nderi madh, edhe u kanë tepër mirë, se më thonë në rrethana ka njerë edhe shoqërore, sepse nuk është njeri që din me bo presion, faktikisht kur punojsh me ta të e merr punën shumë seriozisht. Ndër situatat ma të vështira, se më thonë edhe në karrierë, po edhe në jetë u kanë kur na jemi shku kur kemi qenë me aeroplan duke shku në Shtetet Bashkuara të Amerikës, prej Tirane me aeroplan në Vjenë, ka qenë kohë pandemisë, nuk ka pas fluturime për Prishtinës, kemi thu Tiranë, Vjenë, Frankfurt, Washington, që kjo ka qenë ideja. Edhe kur kemi hyp në aeroplan, në 5 minutave, masi që kemi lëshu Tiranën, lëshohet kjo komunikata e famshme e Jack Smith për kallëzimin për Hag, dhe më thonë që e bën përmes një komunikate për media. Edhe kur kemi shku në Vjenë, para se me atëru, une normal, duke qenë kontakt me media, edhe kështu, edhe tash gjëja e parë që bën me këqyr çka ka dalë, çka po foles, çka po bëhet. Çka obden. Edhe pak para se me atëru, mu merr dhe në valët, edhe kur pesha, unë e kisha krejt screenin me 10-ra, 100-ra SMS-a. Duke qenë një njeri që është marrë me media, dhe më thonë, edhe media ndërkombëtare edhe krejt. Bota më kështë shkru. Tash kur këm pa që të në kombinim me Delfinën gruan tam, mandej politikisht thash në rregull, po më dhe kriqto më rana sekunda që e me nëntruni, edhe instinktivisht u tuta që më ka ndodhur që kam familje edhe pe hape SMS-in e Delfinës grus mas pare. Edhe kur përsha, ma shkruan zemër më thua që kjo nuk është e vërtet. Edhe do emoji kështu me fytyra me lëtet vërgosë, kur përsha një link, une. Edhe ma ndaj pe hape linkun Gazeta Express shpallet akt akuza kundër presidentit, Haga shpall akt akuzë kundër presidentit Taqi dhe Kadri Veselit. Edhe si me dit, kur e dina e natyren tam, okej, një medium kosovar, po kthena prap në komunikim ma kishu edhe Reuters. Edhe kur e pash, do me thonë, e pash që është diçka shumë serioze, na ishëm halat të atëru. Ja të regova Bekim Qallakut, shefit stafit, Beka tha, të regoja presidentit. Në përthonë, që ajo ka një farë situate ku ka një situatë shumë e ranë për mu, po cilën aje ka përjetu si gjithmonë, në përthonë, i fokusum, edhe quick thinker. Në përthonë, një njëri që menon më rana 100 sekundave, edhe qka me bo tash, në përthonë. Po që ajo ka një moment që kur njët nuk me arru, një moment që ka ndryshu, si më thonë, jo veç jetën e ti, edhe profesionale, private, po në mendoj
e kjo do të shihet edhe më vonë edhe rrjedhën e historisë të këtij shteti. Sa të merr malli ty për to? Sa e vren që të merr malli kështu ndonjëherë? Të pas parasysh që u kohë e gjatë që është atje. Pavarësisht që e shkuë këta ku krejt në rregull, po diqysh ku pas kohë mundet me të ardhë ose nostalgji ose të mungon në ai moment ose diçka. Që neve për me që kem pas fatin me bashkëpunu me ta, na merr malli, familjen e vet e merr malli, po a din çka është, si më thonë, fatin e këtë fatkeqësi ose e bukura në këtë fatkeqësi, që njerëzit i ka marrë malli. Dhe më thonë, unë i më kanë fushat, edhe kudo që kom shku në çdo katon, në çdo qytet, kom bë intervista në TikTok edhe gjithkund, e sheh që njerëzit i ka marrë malli shumë për ta. Edhe unë mendoj që kjo është më e rëndësishme se sa na ka marrë malli neve që kemi bashkëpunu me ta. Na për me jem të parëndësishëm këtë rreth. Kur e sheh ti çfarë mbështetje ka, kur e sheh që edhe njerëzit që kanë kritiku thonë sot, kur e sheh që kundërshtarët politik nuk po përmendin emrin, i ki deputet të opozitës që na i takojmë, se më thonë, në atë kafe dhe flasim me ta, edhe kur edhe ata thojnë, dyqysh, vallaj na ka marrë malli, se dyqysh nuk na leke ka pak rata, dhe na ngocke, do më thonë, se cilin qytetar në Kosovë ka marrë malli në mënyrën e vetë. Edhe sa më shumë që ka nejt atje, ju ka rrit vlera se njerëzve kanë pa madhështinë e tij. E kanë pa, do më thonë, e kanë pa dhe e shohin çdo ditë se sa i nevojshëm është edhe sa shumë i mungon vizioni, lartpamësia e tij dhe leadershipi i tij. Një njeri që kur merr përsipër gjana i çon deri në fund. Një njeri që nuk kalkulon për interesat e veta. Edhe presidenti thashë që ato që ka bë e që plot njerëz e kanë pas fillim, e kanë pas vështirë me kuptu. Unë kanë herë bëj analogjinë me Adem Jasharin, ki plot njerëz që thonë ka mujt dyqysh me ik familjen. Edhe unë aty në tham, ngam, kështë instinkti i neve frigacakve. Me instinktin e neve frigacakve që jemi ik gjatë luftës, na nuk mundu me paraftyru madhështinë e Adem Jasharit. Saj se ka pos nërman me ik. Livet pas familjen. Do më thonë, tash na që kemi fmi, ose krejt ata që kanë fmi, le të menojnë për një qast, a i shumë ka në gjendje me sakrifiku që shumë për që të venë, për që të dhej. Hajde vetën, ashtë ta dikush e qënë, thot, pola vetë, pa i shë kanë gjendje fmit, 2 vjetë, 6 muj, 10 vjetë, me sakrifiku për atë dhej. Ka pak njerë që arrin me që për shkak të instinktit frigacakve, nuk arrin me hy në të runën edhe në madhështinë e Adem Jasharit. E të njëjtit njerëz kanë problem me kuptu që a shumë thashe ka pranu me fut vetën burg, për mos me fut Kosovën burg, për mos me izolu Kosovën. Ka pranu me izolu vetën e mos me izolu Kosovën ndërkombëtarisht. E këtë sakrificë të tij e kuptojnë vetëm njerëz që rezonojnë për perspektivës të trimërisë. E kanë shumë problem tuxat edhe frigacakt me kuptu. E mira, po them, e kësaj është që mas gjithë kësaj kohë, të gjithë e kanë kuptu kush është Hashim Thaçi, kush është Kadri Veseli, kush është Jakub Krasniqi, kush është Recep Selimi, kush është Cali, kush është Ujku, Pjetër Shala, Bashkim Smakaj, Zoti Fazliu, e gjithë ata që manë atje.